Jam mrem për dark, kam përgatitur dhe këto kratë e pulës, edhe kush tha që kratë e pulës nuk bëhen të mira siç i bëjnë atje për fast food. Atëherë, njerëz të dashur, kur më vini më pëlqen më bëni edhe followers, ju lutem shumë. Kam ngrirë kratë e pulës të gjitha, i kam pastruar, i kam larë, këtu po shtoj kosin, siç e shikoni. Kam shtuar ketçapin, kam shtuar senape, rigon, kam shtuar spec djegës të ëmbël, nuk të djeg, kam shtuar vaj ulliri, i përzim gjitha bashk. I provoni në shtëpinë tuaj se dalin më të shijshme nga fast foodi, i kam hedhur dhe kripën. Edhe di se çfarë ha njerëz të dashur, se ti normal e merr pulën, e lan, e shplan, nuk është njësoj sikur të vesh ta blesh atij. Ja si kam prerë në copa të gjitha, ishin dhe krah dhe kofsh, ato kofshat e vogla të krahut. I hedhim gjitha këtu bashk. I trazojmë. Unë po i trazoj me këtë lugën, pastaj kam trazuar me dorë, di që do marr kritika për këtë gjë, po gjithsesi s'ka problem, do t'i ha unë, nuk do t'i hani juve. Dhe shikoni fytyrën e Elianës, thot me qa po i bën ti? Pastaj janë, kur ishin gati, i hengri që të gjitha. Ka ngrënë më shumë nga babaj. Shiko qa fytyre që ka. Po pyeste me çfarë? Ja, sho ta nisja bëj si. Kur unë ja shpjegova se me çfarë po i bëja, këtu i kam shtruar kartaforë në tepsi, se nuk doja që të ngjisni. Po i vën një nga një. Këtu i kam marrë me këtë pincetën që i kam shtruar tek tepsia, se normal nuk mund t'i merrem prapë me dorë. Edhe ja, po e fus